e folëm gjatë këtyre minutave edhe ankthën, edhe depresionin, edhe shenjat, edhe ndryshimet, por të dyja bashkë kur të vinë, a japin ndonjë agresivitet më të shprehur tek adoleshentët, duhet të jetë situatë më shqetësuese dhe duhet patjetër terapi, ndoshta edhe medikamente? Një ndër shenjat kryesore të cilat vërej është irritabiliteti, që do të thotë toleranca në reagim është shumë e ulët, reagoj shumë më shumë, një stimul i vogël mundet me ndiku që me adoleshenti me e bën një reagim që është i egzageruar, situatat sociale janë të hiperbolizuara, dhe zakonisht nuk janë të interesuar për ndërveprim. Por tash kur bëhet pranimi dhe zakonisht familja i ka ankesat janë të zakonshme, po rrin vetëm, nuk ka dëshiron me fol, është i shqetësuar gjithmonë, tash varësisht se është ankth apo depresion, këto karakteristika dallojnë siç u përmendëm pak më lart, dhe kur na fillojmë të bëjmë vlerësimi jonë kryesisht mbështetet në se në çfarë niveli të përshkallëzimit të vështirësisë ose situatës jemi. Për shembull, kemi një gjendje anksiozo-depresive, kur thotë kemi të kombinuar elementet nga që të dyat, është një përshkallëzim i lehtë i situatës, e punojmë ne duke ofruar mbështetje përmes psikoterapisë. Kur është një situatë e moderuar, është e rekomandueshme që të bëhet bashkëpunimi në mes të psikiatrit, të fëmijëve dhe psikologut në mënyrë që ta punojmë rastin sa më mirë që të jetë i mbuluar në gjitha aspektet. Mirë, po nëse vrejmë që situata, karakteristikat janë të rënduara, të theksuara dhe në mënyrë drastike po afektojnë jetën e adoleshentit, qoftë përmes depresionit apo ankthit, apo një simptomatologjie të kombinuar, atëherë gjithmonë ne bashkëveprojmë me psikiatrin për ta simuluar ose për ta ngritur mirëqenien e situatës në të cilën adoleshenti gjendet.